Po, çpitjen e radhës që ndoshta me parashtu është disa e vanojnë iftarin, optar. S'di si me thonë, a dalin me tregu trimëria, çka është puna? Dy elemente ndodhin, dy arsye sipas asaj që kemi analizuar na edhe në biseda me besimtar. E para kanë dilemë a është ezani i thirrur në kohën e vet, helbet në mos po thirret para koha. Po. Sipas analizës që kena bërë terrenit, asnjë ezan nuk thirret para koha. Zakonisht ezani vonohet 1 minutë ose 2 prej perëndimit të diellit, edhe kjo Bashkia Islame te na e ka bërë për të siguruar, do thotë që mos më bëni një lloj gabimi të tillë. Megjithëse te puna e iftari lidhet me perëndimin e diellit, jo me ezanin. Që në një pozicion që mundesh me pa qartë perëndimin e diellit, ti han domethënë iftar në momentin që perëndon dielli. Po. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot umeti jem do të jetë në mirësi përderisa e përshpejtojnë iftarin. Dhe ka treguar domethënë se nuk është cilësi e mirësisë një muslimani nëse ai e vonon iftarin, do thot duke menduar që ka gabim në përcaktim të kohës së iftarit ose duke menduar se është devotshmëri më e madhe me hangur më vonë. Kjo është arsye e dytë. Arsye e parë ka njerëzit mungesë informatave të sakta se kur hin iftari, a është ezani në kohën e vet, edhe dyta se nëse rin më vonë pa iftar 5 minuta më vonë, 10 minuta më vonë ose një orë më vonë, sevap kanë më shumë. Kjo është gabim. Edhe arsye e parë është e pavërtetë ose e pasakt, edhe arsye e dytë është e gabuar. Që besimtari e para se i përket kohës e përmenda ndërkohë, si të perëndon dielli ka hin koha e iftarit. Edhe nëse s'ka thirrë ezani, nëse ti je shef diellin duke perëndu, krejt ai rrethi i diellit ka perëndu. Do të flas në kohën e perëndimit të diellit, në situatë kur nata është duke ardhur nga lindja, dita është duke shkuar nga perëndimi dhe dielli krejt rrethi i tij është humb në hapësirën që ti e përcjell me sy. Atëherë ka një kohë iftarit. Edhe nëse s'ka thirrë ezani, ti nëse je kësi pozicioni mundesh me hangur iftar. Po pse na jetojmë për shumë vende ku s'kemi domethënë vende të rrafshta sikurse shkretina arabe, edhe ti s'mundesh me pa larg diellin se si perëndon, atëherë ti e pret thirrjen e ezanit sepse ezani të ndihmon ty me e kuptuar se ka perënduar dielli. Edhe kjo është qëllimi domethënë i ezanit. Te na fatmirësisht do thotë është ezani sidomos në qytetet e mëdha të Maqedonisë, po edhe të Kosovës edhe të Shqipërisë, ezani ndëgjohet më të madhe, po flas për Shkup në veçantë ndëgjohet domethënë nga të gjitha anët ezani i akşamit, edhe muezinat kujdesen që mos ta vonojnë as 1 minutë ezanin dhe pra shkak domethënë momentin që ezani bën iftar. Te çështja e dytë, vonesa e iftarit për arsye fetare, për arsye të devotshmërisë, kjo është gabim shumë i madh fetar. Këtu do shta me ndarë. Fetarizmi nuk bëhet me hamencimet tona. Fetarizmi nuk bëhet sipas pëlqimeve tona personale. Sipas vlerësimeve tona personale. Këtu një gabim, kjo ndodh në iftar dhe gjithasisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka potencuar se mirësia e umatit islam është në përshpejtimin e iftarit, jo në vonimin e iftarit. Për mi tregue besimtarve se nëse duam na adhurimet tona të jenë të sakta dhe të pranuara te Zoti, atër ne duhet t'i bëjmë ato jo si pas dëshirave tona, e vlerësimeve tona, e pëlqimeve tona, po duhet t'i bëjmë si pas udhëzimeve të Zotit Dhul Xhelal në Kur'anin fisnik, apo të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tija. Edhe këta dy burime fetare, me qenë burimet e informatave tona mbi rregullat fetare. Ande fetaria e besimtarëve, fetaria e vërtetë e besimtarëve, fetaria e dobishme e besimtarëve, është ajo fetaria e cila mbështetet në këto dy burimet fesë, Kur'anin fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ne në këtë rast pozicionimi jon ka shik këtyre udhëzimeve kuranore, ose udhëzimeve pejgamberike, ose urdhave kuranore, ose urdhave pejgamberike, cili është ndëgjimi me vëmendje dhe zbatimi i tyre me përpikshmëri. Shive, ndëgjimi me vëmendje dhe zbatimi me përpikshmëri. Çdo gjë tjetër jashtë kësaj është e gabuar. Momenti që na mendojmë se kjo nuk mjafton për me tregu devotshmërinë time, unë duhet me zakat, ti veç mo ke gabu. Se ti fakisht mos ke gjykuar me fe, me Kur'an dhe Sunet, po ke gjykuar me mendjen tonë. Edhe në momentin që gjykon ti me mendjen tonë, vjen ndesh me parimin bazë, ajo është nënshtrimi, dëgjimi me vëmendje dhe zbatimi për përshmëri, se ke ndëgjuar udhëzimin kuranor me vëmendje, edhe se ke zbatuar me përshmëri, realisht e ke zbatuar sipas hamencimeve tuja, edhe kjo normalisht është e ndaluar me fetarisht.
Dhe për këtë arsye na I themi besimtarëve kudo që janë ata, kenë frikë Zotin, janë të bënë një adhurim shumë të madh, edhe adhurimin e tyre duhet ta bëjnë me urdhën e Zotit. Ashtu sikurse janë nështruar urdhën e Zotit në momentin kur e kanë ndalë ushqimin, ashtu duhet të nështrojnë urdhën e Zotit në momentin kur e fillojnë ushqimin. E as nuk kanë drejt me zgat ata për shembull me hangër edhe mas syfyrit, ose me lanë shumë herët para syfyrit, edhe kjo është një gabim që ndodh të këta njerëz që e përshpejton, e vonojnë iftarin në bazë të devotshmërisë personale të tyre, ose e vonojnë në thojë gjithsesi. Se kjo nuk është devotshmëri, është keq kuptim I rregullit fetar. Disa njerëz domethënë e vonojnë iftarin për me tregu devotshmëri dhe hanë syfyrin para kohë për me tregu devotshmëri. Ashtu si është gabim, kjo është gabim edhe ajo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkon prej neve që na sa më shpejt me bë iftarin dhe sa më vonë me bë syfyrin. Siç e thash pak më herët, fillimi fillimit me kon ngrënia e iftarit dhe fundi fundit me kon ngrënia e syfyrit. Deri në momentin kur e dëgjon ezanin e sabat, flas në rregullat kur ezani i sabat thirret sipas rregullave fetare strikt, domethënë kuptimin që kur hin agimi I mëngjesit thirret ezani, siç ndodh faktikisht ka ndodhur kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në këtë rast domethënë devotshmëria jon denshesh me nënshtrim, jo me hamensim. Edhe gabimi më të madh që e bëjnë njerëzit në emër të devotshmërisë është kur bëjnë veprime fetare sipas hamensimeve të tyre. Dhe këtu del një element që është goxha I rrezikshëm për fen, edhe për fen si koncept kuptimi, po edhe për njeriu fetar. Ajo është bidati, shtesat në fe. Sepse kështu kanë ardhur shtesat në fe. Secili njeri mendon se një vepër mund ta propozon atë si adhurim, duke menduar se me këtë vepër ka mundësi njeriu me fitu shumë sevapet e Zotit. Për shembull vonimi I iftarit. Po, këtë rast po dhe. Andaj këto janë momentet e reflektimit për një ndodhi të jashtëzakonshme që e dëmton fen si koncept kuptimi, po edhe fetarin si njeri adhurues Zotit. Sepse ka mundësi secili njeri nëse lejojmë na me shtu sende në fe, amandamente të reja në fe, me zbatu rregullat e fe sipas qefeve të veta, sot bota ka 2 miliard musliman për shembull. Çdo ditë nëse dikush propozon diçka të re, do të shpërfiturohej feja islame krejtësisht dhe nuk do ngelen nga islami bazik, original, kuranor dhe pejgamberik asgjë. Po do të jetë fe gjëra që I bëjnë njerëzit zakonisht që I kanë shtu ata nga vetja e tyre, dhe kjo do e dëmton të tërësisht do thotë islamin, dhe për këtë arsye insistimi jon do të më qenë vazhdimisht në gjitha adhurimet, duke filluar që nga agjerimi për cilin jemi duke folur sot, që të gjitha adhurimet I bën vetëm strikt duke I përmbajtur rregullave fetare. Atë që thot Allahu I Madhëshëm Kur'an Fisnik dhe atë që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithet e tij.